Mirë se vini në Green Path Albania. Sot do të flasim për një nga temat që na prek pothuajse të gjithëve në këtë kohë. Frikën, ankthin. Por do të shohim nga ana spirituale se sa të fuqishëm jemi ne për ta përballuar. Frika nuk ndalon vdekjen. Ajo ndalon jetën. Një ftesë për ta parë frikën si mësuese të shenjtë. Në udhëtimin tonë shpirtëror, frika nuk është armik. Ajo është një portë, një frymarrje e errët që na fton të kthehemi dhe të shohim brenda vetes. Aty ku zëri i shpirtit kërkon të dëgjohet. Shpesh e shmangim frikën, i mbyllim derën, por ajo rikthehet, sepse ajo mban një mesazh, një thirrje të butë që thotë: këtu ka diçka për t'u parë, për t'u ndriçuar. Frika të largon plagën, jo fundin. Aty ku frika lind, ekziston një pjesë e vetes që ende kërkon dritë, jo për t'u gjykuar, por për t'u përqafuar, jo për t'u mposhtur, por për t'u dëgjuar. Frika është shenja që zemra ende dridhet aty ku mungon siguria, dashuria, pranimi. Në vend që të heshtim, le të ulemi përballë saj, si me një mësuese të shenjtë. Le ta dëgjojmë me praninë e shpirtit, sepse ajo nuk të largon nga vetja, përkundrazi, ajo na sjell më afër thelbit tonë të vërtet. Në rrënjët e frikës rritet fuqia jote. Frika është mënyra e shpirtit për të treguar se këtu ndodhet një portë për te vetes që njeh. Kur ndjejmë frikë, në të vërtetë po qëndrojmë në pragun e rritjes. Po prekim një cep të vetes që kërkon të shtrihet, të zgjerohet, të shpërthej nga brenda. Frika nuk është mur, është prag. Dhe nëse kemi guxim të qëndrojmë aty, ajo zbulohet si një urë drejt fuqisë së brendshme. Frika tretet kur ecim në të, jo kundra saj. Mos prisni që frika të zhduket për të nisur. Nisni me butësi, me hap të vogël, me zemër të hapur, sepse çdo hap që hedhim në praninë të saj është një akt dashurie ndaj vetes. Frika nuk largohet me luftë, por me dritë, me vetdije, me prezencë të thjeshtë dhe të shenjtë. Përballu me frikën tënde më të thellë. Ajo humb fuqinë kur e shikon në sy me dashuri. Në thellësinë e çdo frike qëndron një kujtim i shenjtë. Kujtimi i asaj që jemi të vërtetë, i pakufizuar, i paarritshëm. Frika nuk të shkatëron, ajo të rindërton. Nëse i dorëzohesh me besim, ajo të transformon në vetveten që ke ardhur të jesh. Shpella që ke frikë të hysh, mban dhe sarin tënd. Zgjedhja për të hyrë në errësirë është akti më i madh i dritës. Shpirti yt të çon drejt vendeve që zemra nguron t'i prek. Por aty, në errësirë, ndodhet thirrja jote më e vërtetë. Aty ku frika është më e fortë, shtrihet dhurata më e madhe. Kujtesa e shenjtë e fuqisë tënde të lindur. Ec ngadalë, merr frymë thellë,
desiderë hynore, sepse për te saj je ti në dritën tënde më të pastër. Thuaj çdo ditë afirmimin e shenjtë për përballjen me frikën. Unë jam e fortë. Unë e njoh frikën time dhe përqafoj me dashuri. Unë nuk kam frikë nga thellësia ime. Unë jam dritë edhe në errësirë. Unë jam gati të jetoj e lirë, e vërtet